Të nderuar shikues, jemi para rektoratit të Universitetit të Prishtinës. Prej këtu, Senati i këtij universiteti, në fund të muajit shtator, mori vendim për shpalljen e konkursit për studimet të doktoratës. Po çfarë ndodhi me tuti me këtë konkurs? Si ndodhi që nuk u publikuan rezultatet përfundimtare në afatin e parë me këtë konkurs? Si ndodhi që Senati i Universitetit të Prishtinës, me një muaj vonesë pas mbylljes së afateve të këtij konkursi, nxori vendim për ashpërsimin e kritereve të këtij konkursi? Çfarë thonë studentët e cilët u prekën nga vendimi i Senatit? Çfarë thonë ekspertët e arsimit për këtë çështje? Çfarë thonë zyrtarët e Universitetit të Prishtinës? E çfarë thonë juristët për vendimin e fundit të Senatit? Ta ndjekim në vazhdim. Senati i Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina, në mbledhjen e mbajtur me 25 shtator, mori vendim për shpalljen e konkursit për studimet të doktoratës. Ky konkurs parashihte pranimin e 260 studentëve nga të gjitha fakultetet e akredituara për këto studime. Sipas afateve të përcaktuara në konkurs, shpallja e listave përfundimtare do duhet të bëj me 26 tetor 2013. Por kjo nuk ndodhi. Madje me një muaj vonesë, me 26 nëntor, Senati publikon vendimin e mbledhjes së 22 nëntorit, me të cilën nuk i publikon rezultatet e konkursit, por aplikon pragje minimale në këto kritere. Në kriterin e parë të konkursit kërkohej nota mesatare gjatë studimeve paraprakës së paku 8 apo minimumi 300 kredite ECTS, por nuk precizon se cila notë mesatare duhet të jetë 8 e më lartë. Përderisa në vendimin e fundit të Senatit, në këtë kriter specifikohet që secila notë e studimeve bachelor dhe master duhet të jetë 8 e më lartë. Në kriterin e tretë të konkursit, mbajtja testit të gjuhës angleze aptis, nuk parashihej pragu minimal, kurse në vendimin e fundit të Senatit vendoset pragu prej 30% të kalueshmërisë. Kriteri i intervistës me kandidatet nuk ishte i paraparë në konkurs, anipse me rregulloren e studimeve të doktoratës parashihet biseda me kandidatin. Edhe në këtë kriter, Senati me vendimin e tij të fundit, pas një muaji vonesë, vendos pragun prej 30% të kalueshmërisë. Vendimi i Senatit me një muaj vonesë ka lënë jashtë listave 67 studentë. Vebi Neziri dhe Ramadan Dervishin nga Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, të cilët fillimisht ishin në listat e propozuara nga Komisioni Vlerësues i fakultetit, konsiderojnë se vendimi i Senatit me kritere shtesë padrejtësisht i la ata jashtë listave të doktoratës. Le që nuk kanë ndodhur do të shpallja rezultate me datën 21, konkretisht me datën 26, mirë po Senati i Universitetit të Prishtinës, pas 2 muajve pothuajse kur është shpall konkursi, me datën 22 të muajit 11, ka marrë një vendim të palegjshëm, duke ndryshuar kriteret e konkursit dhe duke vendosur kriterje të reja, të cilat kriterje janë kriterje eliminuese. Ne jemi anku, do të nga fakulteti jonë ky vendimi ka afektuar në katedrën tonë ka afektuar 2 kandidat, mua dhe një kandidat tjetër. Pas shpalljes së konkursit në aplikohen në bazë kritereve të cilat ishin të shpallur në konkurs. Bazë atyre kritereve në plotësisht të gjitha kurset për pranim në studime doktoratës në këtë universitet. Gjithashtu dekanati i fakultetit tonë ka dërguar në listën për propozim që të pranohen në doktorat. Mirë po, në mbledhjen e fundit të mbajtur nga Senati, janë ndryshuar kriteret e konkursit që unë shoh që ky ndryshim është i palegjshëm dhe i padrejtë. Sepse kriteret ndryshuan dikon në fund të procesit. Gjithashtu janë ndryshuar kriteret mbas afatit që kanë pasur më shpallë rezultatet. Do thotë me ndryshimin e vendimit ju jeni hequr nga lista, apo? Unë jam hequr nga lista në bazë të kriterit të fundit të vendosur nga Senati. Edhe Shpend Davdiu nga Dega e Historisë kishte mbetur jashtë listës për shkak të kritereve që i vendosi Senati me vendimin e tij. Në studime doktoratës nuk u pranuan për shkak se u shkel institucioni i konkursit. Kriteret shtesë janë vendosur në mënyrë ad hoc brenda një nate, pas një muaj ditë vonese se të shpalljeve të rezultateve. Kjo ka qenë arsyeja pse na nuk kena pranuar, për shkak vendimeve të cilat janë qenë jashtë konkursit, të cilat për mendimin tim e kanë eliminu konkurrencën në grup. Fillimisht a keni qenë listat e para? Në listat e para po kemi qenë. Edhe çka ndodhi? Ndodhi pas atij vendimit që e ka marrë Senati në mënyrë ad hoc, të ato paratoshme, na mbet jashtë listës. Kriteret e vendimit të Senatit kanë eliminuar nga gara edhe studentin e juridikut Mentor Nimani, i cili ka studiuar në 2 universitete amerikane e të cilin e ka eliminuar nota mesatare në studimet bachelor që ishte 7.50 bazuar në vendimin e fundit të Senatit.
Profesorët të cilët kanë qenë pjesë e komisioneve vlerësuese nëpër fakultete, thonë se vendimi i Senatit në kohën kur ka përfunduar çdo gjë, ka dëmtuar këto fakultete, për shkak se ka refuzuar studentët e dalluar. Si po vlerësoni këtë vendim të Senatit? A është i drejtë apo i padrejtë? Vendimi i Senatit. Shumë i padrejtë. Pse? Shumë i padrejtë, për shkak se duhet me kohë me marrë vendim. Komisioni për studimet e doktoratës, qendror dhe Senati duhet me i pas para vendimit marrje studentëve gjërat e qarta. Sikur se është në Shqipëri, që nëse se ke notën themelore, bachelor 8, nuk ke mundësi të regjistrohet. Do thotë është kusht, edhe në Maqedoni, edhe në Zagreb, çdo kund, por ne rregulloria që ka qenë e parë, na ka obliguar që ne pranojmë për 22 vetë 18. A është shkelje procedura kjo? Kush? Senati ka shkel procedurën? E ka shkel procedurën. E ka shkel sepse është vonë. Kjo ka qenë të merret më herët. Edhe ju jeni detyruar ta zbatoni vendimin? Në patjetër. Organi më i lartë i zgjedhjes rektorit, prorektorëve, organi më i lartë është Senati. Ne jemi të obliguar. Senati i Universitetit të Prishtinës ka marrë një vendim dhe kriteret të cilat kanë qenë kriteret të matshme, 3 kryesorë të nënë, siç janë studimet paraprake që ne kuptojmë studimet master, ka vlerësuar, ka zbërthyer në kritere master dhe bachelor dhe me kriter vlerësues në kriter përjashtues, pastaj njohjen e gjuhës angleze nga 0 deri në 30% që ka qenë në konkurs, ka vendosur po ashtu kriter përjashtues, si dhe pjesëmarrjen gjithsesi përgjigjet në intervistë nga një kriter i matshëm prej 0 deri në 10 pikë në një kriter përjashtues. Dhe ky ndryshim i kritereve të konkursit ka bërë që 2 nga kandidatët që ju i përmendit të mos jenë të kënaqur me rezultatin përfundimtar dhe të parashtrojnë ankesa te Komisioni për Parashtresa dhe Ankesa në Universitetin e Prishtinës. Kushtet e lojës nuk ndryshohen pasi të përfundon loja, edhe kriterit e tilla përjashtuese nuk janë në frymën e Universitetit të Prishtinës. Besoj që jemi të dëmtuar për këta 2 kandidatë sepse ne këta janë asistentë të angazhuar në fakultetin tonë, ne kemi planifikuar në projektet shkencore që tani më kemi fituar nga mashti dhe projekte tjera nga Bashkimi Evropian. Dhe nëse këta 2 nuk e shohin interesin e tyre për karrierë profesionale tek ne dhe për ngritjen karrierë profesionale, unë besoj se do të humbim 2 inxhinier, 2 kolegë tanë të mirë, të çmueshëm, nota aty në master 940, punimet e tyre të shumë të shkencore të publikuara, e kanë vlerësuar këta dhe si të tillë ne ndihemi në një formë indirekte po ashtu si palë dëmtuar. Veprimet e Senatit i arsyeton rektori i Universitetit të Prishtinës Ibrahim Gashi, duke thënë se çdo gjë ka shkuar sipas legjislacionit në fuqi të këtij universiteti. Zoti rektor, si po ju shkojnë punët në konkursin e doktoraturës? Konkursi i doktoraturës është në përmbyllje, domethënë rezultatet janë shpallë, ka kalu të gjitha instancat për zgjedhje e kandidatëve. Fillimisht gjithë aplikantët janë trajtuar nga njësitë akademike, komisionet përkatëse që i kanë në nivel të tyre të komisionet e doktoratës, dhe natyrisht ato si propozime, ajo renditje ka ardhur te Këshilli i Doktorata, Këshilli i Doktorata e ka përcjell në Senat dhe Senati në mbledhjen e fundit, domethënë ka nxjerr listën përfundimtare e cila është Senati në mbledhjen e datës 22/11 ka shpall listën përfundimtare bashkë me vendimin e vet mbi cilën është bërë përzgjedhja e kandidatëve. Kur po thoni konkursi është në përmbyllje, ka pas një afatall më herët me 26 është dashur publikohen listat? Zakonisht procesi i doktoratave ne kemi menduar që të jemi gjithmonë më efikas, por procesi i përzgjedhjes së kandidatëve në doktorata është proces kompleks që e kërkon të kalojë nëpër 3 instanca. Dhe natyrisht kjo ka marrë pak më shumë kohë, mirë po është respektuar në përgjithësi është respektuar, në tërësi është respektuar statuti në procesin e shqyrtimit të përzgjedhjes së kandidatëve dhe rregulloria që është në fuqi për studimet e doktoratës. Apo thoni që afatet e konkursit janë respektuar apo janë shkel? Afatet e konkursit sa i përket shpalljes, sa i përket organizimit provimit pranues, në gjitha instancat janë respektuar përveç shpalljes rezultateve. Cila thash është një proces i gjatë që në mbledhjet Senatit, mbledhjen e parë, domethënë nuk është marrë vendimi përfundimtar lidhur me listën, ka pas shqetësime lidhur me cilësinë, dhe është thirrë edhe një mbledhje e dytë e Senatit e cila e ka nxjerrë rezultatin përfundimtar. Dhe thash vetëm fazën e shpalljes rezultateve jemi vonuar ca. Por kjo nuk është, domethënë, kjo nuk e ka damtu procesin. Përkundrazi, mendojmë që ne edhe vonesat është bë
me vetmin arsye dhe kryqëput për shkak të shqetësimit për cilësi dhe në funksion të rritjes së cilësisë së kandidatëve që regjistruan këtë vit në studimet e doktoratës. A do thotë që janë respektuar afatet? Janë respektuar afatet, thash, në gjitha faza tjera përveç të shpallja rezultateve që ka marrë më shumë kohë për shkak të mbledhjes shtetit Senatit. Me që rektori po e mbron të vendimin e Senatit, ne u interesuam të shohim se cili është interpretimi ligjor i tij. Për avokatin Besnik Berisha, vendimi i Senatit nuk do duhet të vinte pas përfundimit të afatit të konkursit. Ky vendim kujtoj që ka kriju një praktikë të keqe ligjore, respektivisht ka cenuar procedurën e transparencës, sepse nxjerrja e aktit administrativ në kohë pa kohë, siç është ky, precizimi i kriterave atëherë kur do duhej të zbatoheshin kriteret e përcaktuara, mund të keq interpretohet dhe mund të keq përdoret nga kushdo që ka nxjerrë si akt. Natyrisht se një akt i tillë do të mund nxjerrej për të lehtësuar kriteret e parapara me vendimin paraprak të datës 25 shtator, por në asnjë mënyrë për të shtrënguar ato kriteret të cilat në përshtypjen e aplikuesve dhe në përshtypjen e fakulteteve përkatëse ishin kriteret të cilat i kishin plotësuar disa kandidatë dhe lista e tyre ishte bartur tek institucionet relevante për miratimin e kësaj liste, siç është Senati. Kriteret e konkursit nuk kanë ndryshuar, por Senati konform pikës nenit 122 të statutit, pika 3, ka të drejtë, domethënë Senati është organi kryesor që përcakton kriteret e pranimit të studentëve në studimet e doktoratës. Dhe natyrisht përveç kritereve që janë në konkurs, ato kritere Senati mund të specifikojë edhe më shumë nëse ka shqetësimin se sikur që ka pas në këtë rast që në një disa departamente cilësia aplikantëve që kanë aplikuar për vendet e lira ka qenë e ulët, ka qenë jo e kënaqshme dhe ka pas një shqetësim se po të futet studentët me gjashe në nivelin e doktoratës, atëherë po shkelim një kriter tjetër që ne në master i fusim me një kriter note mesatare mbi 7.5. Që do të thotë se kjo ka qenë arsyeja pse në fakt Senati ka vendosur kritere përcaktuese tashmë, kritere eliminuese që është nota mesatare, niveli gjuhës angleze dhe në piket nga intervista. Ju po thoni që Senati ka të drejtë, pasi studentët kanë konkuruar edhe është mbyll konkursi, ka të drejtë të vej kritere shtesë. Senati nuk e din cilësinë çfarë vjen e aplikantëve a priori. Shpall kushtet gjenerale dhe ne i kemi shpall konform rregullores dhe statutit në konkurs kushtet e tilla. Rektori ka drejt kur thotë se Senati të lejohet për të nxjerrë vendime, por Senati nuk i lejohet për të nxjerrë një vendim i cili seron kushtet për cilat tashmë është përmbyll epoka e aplikimit, për cilat një përzgjedhje paraprake është bërë, një komision respektivisht ka vendos lidhur me aplikantë cilët i kanë plotësuar kushtet e atëhershme dhe tani nuk i lejohet. Do të ishte fare drejt dhe gjithsesi e legjshme, po që se ky vendim i cili është marrë me datën 22 nëntor, të ishte pjesë e vendimit paraprak të datës 25 shtator, me cilin do të precizoheshin në mënyrë të saktë çka do të thotë nota mesatare në studimet paraprake, do të përfshinte studimet paraprake të nivelit bachelor apo studimet në tërësi si në mënyrë të dy nivelit, nivelin bachelor dhe nivelin master, se çka do të thotë 30% i nivelit të kursit të gjuhës angleze, kush e përcakton institucionin i cili i nënshtrohen kursit, cilat janë kriteret që duhet të zbatohen në rastin e nostrifikimit diplomave, supozojmë të kandidatëve që kanë kryer studimet edhe jashtë vendit, numri kredive, pastaj është shumë e rëndësishme. Pra, ajo çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që janë përcaktuar kushtet e sezonit dimrit pasi ka përfunduar sezoni dimrit në mënyrë figurative, them. Dhe kjo është e keqe dhe këtu mendoj që është praktike e keqe, por jo domosdoshmërisht e kundërligjshme. Mbështetje veprimeve të Senatit i jep edhe kryetarja e Këshillit Shtetëror të Cilësisë në kuadër të Agjencisë së Kosovës për akreditim, Ferdije Zhushi Etemi, e cila thotë se Senati ka vendosur kriteret duke pasur përbazë cilësinë në nivelin e doktoratës. Po, Agjencia e Akreditimit është organi i cili ka akredituar programet e doktoratës në Universitetin e Prishtinës dhe ka përcjell me vëmendje të gjitha zhvillimet që ka ndodhur atje. Kemi informata, kështu që e dim saktësisht se si është ardhur deri te përpilimi i listave të cilat janë publikuar. Edhe çuçi konsideroni gjithë këtë procedurë që ka ndodhur tash?
Unë mendoj se është mirë se universiteti ka patë arsyeshme që të ngritën kriteret. Dhe në radhë të parë është mirë se ato kriteret kryesore të cilat janë vendosur në konkurs janë respektuar, që është nota mesatare, pastaj kriteret kërkesat për gjuhën angleze, do të thotë janë respektuar dhe agjencia nuk do të toleronte asnjë shkelje në atë drejtim, ndërsa na jemi të informuar se më vonë me kërkesë të Senatit është shtuar edhe intervista dhe është poentuar dhe nuk shohim asgjë të keqe në qovë se kjo është bërë me qëllim të ngritjes së cilësisë. A do duhej Senati ti ndryshonte këtu apo ti shtonte kërkesat pas përfundimit të çdo afati në konkurs? A është kjo në shpërputhje në rregullore në poshtë edhe me statutin e Universitetit të Prishtinës? Po çështjen e interpretimit të statutit të Universitetit të Prishtinës unë nuk mirë me atë çështje, por kërkesat Senati si Senat ka drejt. Dhe një gjë të cilën shumë kush e harron në këtë vend, shpesh edhe mediat, është se universiteti është autonom. Dhe në shumë raste, universiteti duhet të veproj konform autonomisë të cilin e gëzon. Senati është mbështetur në nenë 122, por shqetësu se për mua rezultant tjetë fakti se Senati nxjerr vendimin e fundit duke mbështetur në nenë 22 dhe vlerësimin dhe rangimin e kandidatëve. Mbi vlerësimin dhe rangimin e kandidatëve i bie që Senati ka mundësi kur do që i shkon një listë për aprovim, sepse kështu thuhet në konkursin paraprak, thuhet se Senati vetëm miraton listën e propozuar nga Këshilli Qendror për studimet e doktoratës. Pra, në këndvështrimin tim, në formën se si është vepruar, i bie ose lën hapësirë për të vepruar kurdo që një listë nuk përmban emrat e personave që dikush brenda struktura vendosëse në universitet nuk e pëlqen, ose për arsye të ndryshme dikush nga kandidatët cilët do të donin strukturat vendosëse të Universitetit të Prishtinës ta kishin si doktorant të ardhshëm, të mos ishte në atë listë. Pra kjo është e keqja sepse nuk mund të bazohet një vendim. Një vendim mund të bazohet në rregullor, mund të bazohet në statut, mund të bazohet edhe në ligj, por në asnjë mënyrë në vlerësimin dhe rangimin, në listën mbi vlerësimin dhe rangimin, sepse vlerësimi dhe rangimi i atyre kandidatëve është bërë në disa kritere. Ato kriteri ishin tashmë të përcaktuar me vendimin e datës 25, dhe në këtë formë i bie që ky vlerësim që është bërë, respektivisht ky vendim që është bërë, ose vendimi i bie të jetë i kundërligjshëm, ose vlerësimi dhe rangimi i atyre kandidatëve ishte i kundërligjshëm. Për njohësin e çështjeve arsimore, Dugaxhin Pupovci, nuk lejohet ndryshimi i kriterëve të konkursit pasi të ketë përfunduar çdo afati parapar me pat konkurs. Universiteti i Prishtinës ka shumë pak përvojë me studimet e doktoratës. Ky do t'jetë më mërmendja konkursi i tretë dhe pothuajse në asnjë konkurs nuk kanë qenë kriteret e njëjta deri tani. Dhe është plotësisht e qartë se kriteret duhet të përcaktohen para shpalljes së konkursit. Përjashtimisht mund të ketë ndryshime kriteresh deri në mbyllje të konkursit dhe për këtë të njoftohen kandidatët të cilët kanë aplikuar, ndërsa ndryshimi i kritereve të konkursit pas mbylljes së tij, duke marrë parasysh se këtu kemi të bëjmë me një institucion publik, është një veprim i cili do duhet çonte deri tek anulimi i këtij konkursi, sepse jo që një gjë e tillë e kompromiton institucionin e konkursit, por edhe mund t'i vënë në pozitë të pabarabartë shumë kandidat të cilët kanë aplikuar me besimin se i përmbushin kriteret dhe tani gjenden para një, si them ashtu, situate kur ata e shohin se nuk i plotësojnë kriteret e përcaktuara. Sipas statutit, Senati ka drejt të përcaktoj kriteret për regjistrim studimet doktoratës. Por është një parim se këto kritere duhet të bëhen publike kandidatëve të cilët aplikojnë dhe tër opinionit. Dhe kjo nuk ka ndodhur në këtë rast, sepse kriteret janë nxjerrë pas mbylljes së konkursit. Prandaj nga ky këndvështrim nuk mendoj se veprimi i Senatit është veprim ligjor, edhe përkundër faktit se askush nuk ja konteston të drejtën për përcaktimin e kriterëve. Është puna që kjo e drejtë është realizuar me vonesë, jo në kohën e duhur. Por si ndodhe që studentët senator të jenë propozues dhe këmbgulës për vendosin e pragut për notën mesatare në studimet e doktoratës, përderisa asnjëri prej tyre nuk ka nivel doktorate. Në ankesën e tyre drejtuar Komisionit të Ankesave të Senatit thuhej
Parlamenti i Studentëve të Universitetit të Prishtinës, Hasan Prishtina, duke marrë parasysh zhvillimet në mbledhjen e fundit të Senatit, kërkon nga Komisioni për Ankesat të Senatit që t'i rekomandoj Senatit rishqyrtimin dhe ndryshimin e vendimit për pranimin e kandidatëve për studime të doktoratës. Në bazë të këtij vendimi, disa kandidat janë konsideruar si të pranuar, edhe pse nuk e plotësojnë njërin nga kriteret kryesore. Notën mesatare së paku 8 në secilin prej niveleve të studimeve, bachelor dhe master. Prandaj, kërkojmë që të gjithë ata kandidat që nuk e plotësojnë këtë kriter të hiqen nga listat e të pranuarve. Kryetari i Parlamentit të Studentëve, njëherë është senator, Minir Begaj, e sqaron këtë çështje. To e po shqetësimin tonë për cilësinë, edhe për gjithë ata kandidatë të cilët po marrin doktorat në Universitetin e Prishtinës që nesër kanë me dalë para studentëve. Ne kemi paraqitur një ankesë që notat jetë spaku 8 në të dy nivelet e studime. Arsyeja është se nëse një kandidat ka aplikuar studimet e doktoratës dhe i cili nuk ka menduar qysh herët për me bërë studim, dhe ose ka pas spaku një notë 8 te një profesor, atëherë nuk e di çfarë shkencë mundet me bëj tash. Grupin e studentëve senator. A keni studentë që kanë nivel doktorate? Jo. Atëherë çu mundi me mbrojt interesat e tyre kur s'keni kësi niveli? Po, ne, do me thonë, studentët senator, kur ki nivel doktoratës, do me thonë, veç s'mundesh me ka pjesë e studentëve, nëse jem staf akademik, senator, do me thonë, për fakultete, si profesor ose si dekan, ne jem si student, edhe si student, mu me vlerësu që është një student. Pavarësisht është doktorata, është master, e dim që është, na kemi kaldu që është mirë edhe që është e keqe. Jo sa ka nivel mrena doktoratës, sa bëhet shkencë mrena, sa do të me studiu, sa do të me marrë literaturë jashtë, mirë, po cila mirë, cila keqe, jem gjendje me definiu. Por si u vlerësuan kandidatët për studimet e doktoratës nga komisionet gjecë të fakulteteve? Si ndodhi që komisionet e fusin në listat fillestare studentë të cilët nuk i kishin plotësuar as kriterin e parë, pra notën mesatare? Si ndodhi që pikat në total nga lista në listë të fryhen? A mund të ndodhë që komisionet e mos i kenë kuptuar drejt kriteret e konkursit? Në fakultetin filozofik, dega e historisë, dekani Bujar Dugolli me propozim të komisionit vlerësues ja pati dërguar listën prej 18 studentëve Këshillit Qendror për Studimet e Doktoratës dhe Senatit, aq sa kërkoi me konkurs, por vendimi i fundit i Senatit përjashtoi 15 prej tyre. Në listën fillestare, komisioni vlerësues i këtij fakulteti kishte futur në listë studentë të cilët nuk e kanë plotësuar as kriterin e parë, notën mesatare. Ne për këtë çështje pyetëm kryetarin e komisionit Selim Daci, i cili dha këtë arsyetim. Profesor, nëse një student nuk e ka notën mesatare as në bachelor as në master, do të thotë të dy notat i ka 9, jo 9. Po. A mund të dalë nota mesatare 8? Nuk mund të dalë. Atë pse keni pranuar një student që ka të dyat i ka 9-8? 9-8? Në numrin në 18 studentë që keni çuar listën e parë. Nota mesatare se paku 8. Por, nuk është precizuar mbas numrit punimeve. Ai ka 2 libra të botuar dhe ka punime shkencore dhe punimet e kanë barazuar vlerën. Jo, profesor, nëse unë e kuptoj konkursin qartë thotë nota mesatare se paku 8. E nëse po thoni që te dy nivelet, po i mbledhin pra këtë notën e këtij zotnis, studentit, edhe prapë nuk po na del nota 8. Del me punime del. Po pse? Mund të me llogaritë. Po pse tash me punime? Pse? Me punime si në llogaritë edhe punimet edhe intervista. Por si ndodhet që të shtohen pikat e vlerësimit në intervistë, nga 10 sa ishte maksimalja në 30 pikë. Po, nëse po thuhet aty 30% të pikëve në intervistë, që është minimumi 3, atëherë maksimumi i 100% del 10 pikë maksimale, e jo 30 pikë për sot. Mund të jetë gabim teknik. A jeni ndjeni për disa gjëra që kanë ndodhur gjatë vlerësimit të komisioneve gjecë nëpër fakultete? Kemi rastin konkretisht të Fakulteti Filozofik në degën e historisë, ku komisioni gjatë vlerësimit dallimin në mes listës së parë dhe listës përfundimtare, e cila tash është miratu. Në intervistë nga maksimumi i 10 pikëve sa ka qenë e paraparë, komisioni vlerëson kandidatin me 30 pikë. Ekziston. Është një gabim teknik, se nuk 30 pikë nuk është 30% që intervistës, ne kemi thonë është prag. Do më thonë 3 pikë duhet të jenë, po jo 30 pikë, është një gabim teknik. Se nuk jepen kandidatit 30 pikë, nuk ka hymbi bazën aty në pikëve. Po, ky gabimi teknik, kandidatin fjalë prej 66 pikëve, listës kalume në listën përfundimtare del në total 86 pikë.
është gabim, thash, ai do me thonë i hiqen ato pikë, po është bo një gabim kur është llogarit, dhe ne kemi vrejt atë gabim. Po natyrisht mund të ketë mbetë ende, se nuk ka 30 pikë, ju e keni pa në intervist ka 10 pikë maksimumi. Dhe ne kemi thonë një kandidat për të kualifiku mund të ketë minimumi 3 pikë. Si pas rektoratit, deri me tash janë deponuar afro 150 ankesa lidhur me konkursin për studimet e doktoratës. Përgjigjen për këto ankesa, rektorati do t'a japë në fund të kësaj jave. Nëse rektorati nuk u azgjidh hallin e këtë çështje studentëve, disa studentë e kanë konfirmuar se do t'i drejtohen gjykatës për të gjetur zgjidhje.